رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për vetëm dhe të pashosh salavat e selamet e rrugës Zotërisë së pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E kemi përmendur shumë herë se ashtu sikur se trupi i njeriu ka nevojë për ushqim dhe pije, njëjtë edhe zemra e tij, edhe shpirti i tij ka nevojë që të ushqehet. Padyshim se ushqimi i shpirtit është vetëm adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Ushqimi i shpirtit të robit, ushqimi i shpirtit të njerit është vetëm adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Prej adhurimit më të mirë është të bëri dhikr për Allahun subhanahu wa taala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, fa Allahu në Kur'an, vetëm me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, vetëm duke e bërë dhikr Allahu subhanahu wa taala, qetësohen zemrat. Nefsi i njerit, shpirti i njerit është i prirë që çdo herë me anu ka ana e epsheve, edhe më largu prej adhurimet Allahu subhanahu wa taala. Prandaj njeriu çdo herë më shumë ka nevojë që me ripërtri jetën e tina, edhe me ripërtri adhurimin e tina, edhe me bëllë dhikr të Allahu subhanahu wa taala që me e forcu zemrën e tina, me e qetësu zemrën e tina dhe gjoksin e tij. Ibn Kaimi, Allahu më shirok, ka përmend se nuk ka dyshim se edhe zemra e njerit ndryshkët. E keni pa një sikur se ndryshkën erët e metal të hekurit e të ngjashme, edhe zemra e njeriu ndryshkët. E qysh ndryshkët zemra e robit? Qysh ndryshkët, qysh forcohet zemra e robit? Ajo forcohet prej gafletit madh. Prej gafletit madh kur robi rrin kohë gjatë pa e kujtu Allahu subhanahu wa taala. Kur robi rrin kohë gjatë pa e adhuru Allahu subhanahu wa taala, është prej shkaqeve që robit i ndryshkët zemra. Edhe e dyta që përmend Ibn Kaimi është se robit i ndryshkët zemra tina edhe prej gjinoheve të shumta. Ne çdo njeri prej neve bëjmë gjinohe. Çdo njeri prej neve çdo ditë më shumë bëjmë gjinohe. Por se si ti fshijmë, si ti pastrojmë ato gjinohe. E ka vërejtë Ibn Kaimi se pastrimi i gjinoheve bëhet vetëm duke e bërë dhikr Allahu subhanahu wa taala. Përveç kësajna, përveç gafletit madh, edhe gjinoheve të shumta, zemra e robit ndryshkët edhe nga gjëra tjera. Ajo ndryshkët edhe duke u marrë me gibet të shumë, duke bërë përgojim të tepër, duke gëny edhe duke e tratuar. Tha, ka dikush e shton dhikrin për Allahu subhanahu wa taala, zemra e tina është e larguar prej nifakut. Kush e bën me zemrën e tina dhikr Allahu subhanahu wa taala pa ndal, zemra e tina është e distancuar prej hipokrizisë. Ky person nuk mundet me qenë munafik. E kur Allahu subhanahu wa taala ja dëshiron të mirën dikujt nga prej robërve të tij, ai Allahu subhanahu wa taala ja bën atij të dashur dhikr për Allahu subhanahu wa taala. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub. Edhe lartësoje ti Allahu subhanahu wa taala. Bëj dhikr për Allahu subhanahu wa taala çdo ditë para lindjes së diellit edhe para perëndimit. Kjo dështon për dhikrin e mëngjesit dhe dhikrin e mbrëmjes. Ibn Salah i tha se kush kujdeset për dhikrin e mëngjesit, kush kujdeset për dhikrin e mbrëmjes, edhe kush kujdeset për dhikrin pas çdo namazi, Allahu subhanahu wa taala e shkruan këtë person tek ata të cilët e kujtojnë ato shumë. Të gjithë ju e dini hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vazhdon robi me gënjy derisa të shkruhet tek Allahu subhanahu wa taala te gënjeshtarët. E njëjta është vazhdon robi me e bë dhikr Allahu subhanahu wa taala derisa të shkruhet tek Allahu subhanahu wa taala për atyre që e bëjnë dhikr ato shumë. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Lartësia e Allahut qoftë në atëherë kur vije mbrëmja edhe atëherë kur të vije mëngjesi. Ibn Mubarak i tha se ata të cilët e bëjnë dhikr Allahu subhanahu wa taala gjithmonë pa ndalë, gjuha e tyre është e lagur me dhikr për Allahu subhanahu wa taala,
Shtëpiat e këtyre ndryshojnë njëjtë sikur se ndryshojnë yjet për banorët e tokës. Disa prej robërve të mirë, disa prej robërve të mirë të Allah subhanahu wa taala thanë se nga morali i mirë i atyre që e duan Allah subhanahu wa taala është se ata e bëjnë dhikr ato shumë. Përveç se e bëjnë dhikr me gjuhën e tyre, ata e përmendin Allah subhanahu wa taala edhe me zemrat e tyre. Edhe padyshim se dhikri i zemrës është edhe më i mirë. Ti e ke pasur kur ti e dën diçka. Kur ti e dën diçka për me e pasur në dynjë, ata e përmend shumë. Dikush i cili nuk ka shtëpi e përmend çdo herë ta kisha pas një shtëpi, ta kisha pas një shtëpi, ta kisha pas një shtëpi. Pse sa ai çato e don. Dikush i cili ka rënë pak më dobët edhe don i pas rreth na pyet dëshiron parë, sa herë thot kisha pas më shumë pasuni, kisha pas më shumë pasuni. Pse se ai çato e don. Sepse zemra është e prirë për me folën, edhe për me përmendur diçka për të cilën e don. Andaj këtë ditë Ramazanit, ditë ku e adhuron Allah subhanahu wa taala më shumë, bëja dashur zemrës tonë Allah subhanahu wa taala. Bëja dashur gjuhës tonë dhikrin për Allah subhanahu wa taala. Nëse dëshiron që zemra jote, nëse ti je prej atyre, të cilët e don Allah subhanahu wa taala, padyshim se ti edhe kimë e përmend ato pandor. Fajt Malik ibn Dinari nga shenjat e dashurisë për Allah subhanahu wa taala është të bërë dhikr ndaj tij vazhdimisht. Po ashtu tha Abdullah ibn Mas'udi se zemra është sikur se një anë. Zemra i ngjason një anë. Andaj mos e mbushni ato me diçka tjetër vetëm se duke e përmendur Allah subhanahu wa taala. Mos e mbushni ato me diçka tjetër vetëm se me Kur'an për Allah subhanahu wa taala. Në ditë për ditë erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek sahabët, edhe tha do t'ju tregoj për një mirësive të kësaj feje. I pyeti ata, a doni t'ju tregoj për punën më të mirë edhe më të dashur tek sunduesi ju? A doni t'ju tregoj për punën më të dashur tek Allahu subhanahu wa taala dhe e cila ka gradën më të lartë në xhenet? Sahabët thanë, po ja Rasulullah. Tha, a doni më ju tregoj se ka është më e mirë se sadakaja që e jepni? A doni të tregoj se ka është më e mirë se xhihadi që cilin ju e bëni? Sahabët u shëgjitën edhe i thanë, ja Rasulullah, a ka diçka në i vej për që është më e mirë se sadakaja? A ka në i vej për cila është më e mirë se xhihadi në rrugën tonë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po, "Wadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat, a'ta Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Tha, më e mirë se sadakaja të cilën e jepni, edhe më e mirë se xhihadi të cilin e bën është të bëri dhikr për Allah subhanahu wa taala. Wadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat, ata të cilët e përmendin Allah subhanahu wa taala shumë. Edhe ato të cilat e përmendin Allah subhanahu wa taala shumë, Allahu ju ka garantuar tyre falje edhe një shpërblim në shpërblimet tuaja. Wa dhikru lil mu'min kama samak. Kështu përmendni për timia se dhikri për besimtarin është sikur se uji për peshkin. Wa hal ya'ishu as-samaku bila ma? A i mundet me jetu një peshk pa ujë? Një kësë për besimtarin, a mundet me jetu besimtarin pa bërë dhikr Allah subhanahu wa taala? Yunusi alayhis salam. Yunus e përdori prej popullit ti i nervozuar edhe me ta hypi me një anije. E kur fundos anija e goditja të balena. Edhe qëndroi një kohë në barkën e balenës, në errësirën e balenës. Qa u po shkak që Yunusi Allah subhanahu wa taala me nxjerrë barkën e balenës ku ai bëri dhikr Allah subhanahu wa taala. Edhe tha la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka zot tjetër vetëm se ti i arthuar ja Allah. Unë isha për atyre të thellë që bona zullon vetës. Edhe ky dhikr që e bëri Yunusi alayhis salam u bë shkak që Allah subhanahu wa taala me nxjerrë prej barkut të balenës. Walaula annahu kana min al-musabbihin labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun Allah. E nëse ai Yunusi alayhis salam kishte kohë për atyre që nuk e kishin bërë dhikr Allah subhanahu wa taala, tha Allahu kishte pas me lënë ato barkun e balenës deri në ditën kur do doli para Allah subhanahu wa taala. Pasu dhe për i dhikru që duhet me rujtë edhe me a thonë shtel besimtari, është duaja e Yunusit. E ka përmend dietarë, se çdo që ti ke ndonjë vështirësi, çdo që ke ndonjë bregë në dynja, sa herë që ty ngushtohet gjuhë si jot, atëherë bëje duajën e Yunusit. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka zot tjetër përveç teje se ti i lartësuar, edhe unë isha për atyre që i bëra zullum vetës time. Ne lutim Allah subhanahu wa taala, që me qenë për atyre që çdo herë e përmendim Allahun pa ja ndarë. E lutim Allah subhanahu wa taala që me bëj gjuhën tonë që e bën dhikr Allah subhanahu wa taala vazhdimisht.
E lutim Allah subhanahu wa taala që më na largu prej çdo vepre të keqe, e lutim Allah subhanahu wa taala që më na largu prej fjalëve të kota, prej gibetit, prej gënjeshtave. E lutim Allah subhanahu wa taala më na bëj banorë të xhenetit, walhamdulillahi rabbil alamin.